Cila na bashkon me Markela Leshi, mirë se erdhe, gjithmonë që na mëson Ayurveda. Do zhvendosemi në Indi dhe në episodin e parë ne diskutuam çështën Ayurveda dhe të themi ato rregullat e caktuara që na çojnë në Indin e lashtë, ndërsa sot do të ndalemi tek disa rituale përpara gjumit. Ç'na këshillon Ayurveda, ç'duhet të bëjmë ne përpara gjumit që të kemi një gjumë cilësor të mirë, por dhe të ngrihemi plot energji. Po. Në Ayurveda sigurisht kemi rregulla që bëhen para gjumit, ashtu siç janë edhe rregullat kur ne zgjohemi në mëngjes. Pra janë dy të ndara. Para gjumit, si fillim, sugjerohet nga Ayurveda, kthimi në shtëpi duhet të fillojë gjithmonë me një dush të ngrohtë të trupit, jo të kokës, sepse nëse lajmë edhe kokën, atëherë mund të kemi bllokime, ftohje, mund të kemi edhe dhimbje koke. Është më e thjeshtë të thajmë trupin me peshqir dhe është pak më kohë gjatë për të tharë flokët. Dhe mund të ndodhi që mbase jo gjithmonë e thajmë tërësisht kokën dhe mund të kemi edhe pjesë myku në skalpin tonë. Pra e rëndësishme është me një dush të ngrohtë të trupit sa po hym në shtëpi. Po, për të hequr të gjithë tensionin nga muskujt tanë dhe për të dhënë një sinjal trupit që është gati për pushim. Më pas nga Ayurveda, prapë sugjerohet që të bëjmë meditim. Sugjerohet që meditimi të përdoret si një mjet nga të gjithë, pra edhe nëse ne nuk e dim duhet të përpiqemi të mësojmë të meditojmë qoftë edhe 5 minuta. Dhe përveç meditimit duhet të mësojmë dhe teknikat e frymarrjes. Një nga teknikat është Nadi Shodhana, që është frymarrja e alternuar, por nëse nuk e dim frymarrjen e alternuar, mund të bëjmë frymarrjen bazike, një frymarrje e qetë, e ngadaltë dhe e thellë. Për të gjithë ata që na dëgjojnë, mbase edhe siç e the nuk dinë të meditojnë, a është thjesht qëndruarit në vetmime si mbyllur një pjesë e meditimit? Meditimi në fakt bëhet sepse pas një dite të ngarkuar, jo si bëhet. Po, pas një ditë të ngarkuar dhe ne mendojmë vetëm për punë, meditimi pikërisht duhet na ndihmojë që të kthehemi tek vetja. Pra, kthimi tek vetja mund të jetë në forma të ndryshme. Unë zakonisht, kur bëj konsulta me njerëz të ndryshëm që mbas edhe nuk kanë ardhur në yoga, ajo çfarë i them është të mësojnë dhe të krijojnë një mandër të tyre. Për shembull, një mandër mund të jetë mendja ime është e qetë dhe ne meditojmë me këtë mandër. Mund të qëndrojmë ulur, rehat, në pozicionin më të rehatshëm për neve, dhe thjesht rikujtojmë me veten tonë mandrën tonë, sepse gjatë ditës patjetër jeta është shumë e shpejtë, nuk e mendojmë mandrën tonë, dhe gjithmonë ta përsërisim ngadalë dhe me frymarrje. Kjo do na ndihmojë të rikthehemi tek vetja, të gjejmë qetësinë që na duhet për pjesën tjetër të ritualeve të Ayurvedës. Dhe vazhdojmë. Pjesa tjetër është konsumimi i darkës, e cila duhet të jetë herët dhe të jetë sa më e lehtë. Kur ne konsumojmë ushqim në Ayurveda, duhet të jemi tërësisht të vetëdijshëm se çfarë jemi duke ngrënë, të përtypemi ngadalë, të shijojmë ushqimin dhe pikërisht bëjmë këto ritualet e para për këtë gjë. Sugjerohet darka të hahet rreth orës 6-7 të mbrëmjes, për disa njerëz mund të jetë pak herët. Por ndërkohë që benefitet e darkës hershme i thonë pothuajse çdo mjek apo nutricionist që vjen në studio. Dhe duhet të jetë edhe sa më e lehtë për t'u tretur, pra mund të jetë supra, trahana, që unë sugjeroj shpesh sepse ne përdorim. Edhe për darkë? Po, trahana, por jo ajo trahanaja e rëndë. Pra jo me qumësh, ka njerëz që e bëjnë me qumësh, të jetë një trahana sa më e lëngshme, jo e rëndë. Edhe në fakt edhe për suprat ka diskutime për darkën, po si duket Ayurveda i këshillon. Duhet të jenë të lehta, pra jo supë të vendosim mishin tek supa, nuk sugjerohet mish, sepse mishi është më i rëndë për t'u tretur. Po pastaj, pasi konsumojmë darkën? Pas konsumimit të darkës, sugjerohet që të bëjmë larjen e syve. Këtu po, se këtu më pëlqeu një, kjo mu duk shumë interesante. Po, larja e syve, në fakt syt janë një organ që njerëzit nuk e mendojnë shpesh që të kujdesen, që është e vërteta, por në Ayurveda sugjerohet që ne në fund të ditës të lajmë syt me ujë që është në temperaturë ambienti, pra jo shumë i nxehtë, jo shumë i ftohtë. Dhe ajo çfarë sugjerohet në Ayurveda gjithashtu është që te ky ujë ne të përzijem edhe trifala çurna. Çurna do të thotë pudër dhe trifala janë 3 fruta të cilat janë të përzierura së bashku dhe ndihmojnë që të jetë një përzierje sa më e pastër për sy, t'i pastrojmë dhe t'i balancojmë. Po nuk e kuptoj me çfarë duhet bërë me një ujë të veçantë? Jo, uji është uji siç e kemi në shtëpi.
Trifala çurna është pudër, që ne mund ta shtojmë tek ky uji. Pra sipas Ayurvedës në Indi shtohet kjo pudra ujit që shplan syt. Sepse ndihmon pikërisht në balancimin e energjisë së syve, sepse syt në fund të ditës janë shumë të lodhur, kanë shumë nxehtësi, qëndrojmë shumë kohë para ekraneve, telefonave, kompjuterit dhe kanë dhe shumë tension. Kështu që ne na duhet ta shqetësojmë syrin dhe pikërisht kjo lloj pudre së bashku me ujin bën pikërisht balancimin e energjisë së syve. Shumë e rëndësishme kjo, më pëlqeu ky ritual i shplarjes së syve që janë lodhur shumë, kanë qenë tensionuar. Dhe më pastaj vjen pjesa. Më pas kemi pjesën e preferuar të shumë njerëzve që është masazhi i shputave. E kanë shumë qef njerëzit dhe sugjerohet të vajnë gjithmonë në Indi, sipas Ayurvedës. Në Shqipëri së fundi me njerëzit që vinë për shembull tek neve dhe kemi mësuar edhe masazhin e shputave dhe e kanë provuar, e kanë pëlqyer shumë. Dhe vaj susamit ka cilësi ngrohse. Pra nuk është gjithmonë nevoja ta ngrohim, sepse në vetvete e ka këtë cilësi, thjesht me pëllëmbët tona duke i fërkuar, bëjmë një masazh të thjeshtë të shputave, e cila ndihmon në qarkullimin e gjakut, në qetësimin e sistemit nervor dhe ajo që është më e rëndësishme në cilësinë e gjumit. Do ta demonstrojmë masazhin e shputave, se mu duk shumë interesante. Patjetër. Dhe së fundmi sugjeroj gjithmonë që ne të jemi në krevat në orën 10. E vështirë për një pjesë të madhe, por idealja në Indi, Ayurveda e sugjeron të shtrihemi në orën 10. Sepse Ayurveda na mëson të jemi më pranë natyrës. Dhe natyra nëse e vëmë re, rreth orës 10 është shumë e qetë. Pra edhe gjallësat, shumica prej tyre janë në gjumë. Dhe në mëngjes po ta vëmë re, në Ayurveda sugjerohet rreth orës 6 ose 5:30, dhe ne në ato kohë shohim që natyra fillon të zgjohet. Pra kjo është... Për të gjithë ritualet e zgjimit, do flasim herës tjetër? Po, patjetër. Falenderoj shumë edhe do demonstroj masazhin me vaj susamit. Falenderoj. Faleminderit. Shënëson Ayurveda.